Misteret e numrit 1, fillimi i gjithçkaje. Në fillim ishte vetëm një mendim, një hap, një numër. Numri 1 i vetëm por i plot. Në këtë video do të zbulojmë kuptimin mistik dhe shpirtëror të numrit 1, legjenda dhe mite që lidhen me këtë numër të fuqishëm. Si ndikon ai në personalitetin dhe fatin e individëve dhe rolin e tij në simbolik dhe numerologji. Ju ftojmë të na ndiqni. Ai nuk është thjesht një shifër matematikore, ai është forca që ndes motorin e krijimit, zëri i parë në heshtje, fryma e parë në errësirë. Por çfarë misteresh fshihen pas këtij numri të thjeshtë në pamje të parë? Pse në shumë kultura ai konsiderohet i shenjtë, hynor, madje edhe vetë simbol i Zotit? Dhe si ndikon numri 1 në jetën tënde, në zgjedhjet që bën, në fatin që ndjek? Në këtë udhëtim do të zbulojmë më shumë se sa mendon. Do të hyjmë në botën e numerologjisë, mitologjisë dhe shpirtit të pathyeshëm që ky numër mbart, sepse numri 1 nuk është vetëm fillimi, është rruga e guximit, e vetmisë së ndritur dhe e fuqisë së vërtetë. Legjenda dhe mite që lidhen me numrin 1. Një numër, një fillim hynor. Që nga kohët më të lashta numri 1 është parë si simbol i krijimit, unitetit dhe burimit gjithçkaje. Në çdo kulturë, në çdo traditë shpirtërore, ai nuk është thjesht një numër, por një fuqi hynore që përfaqëson Zotin, fillimin, dritën e parë. Në traditën pitagoriane, në shkollën filozofike të Pitagorës, numri 1 njihet si monada, burimi dhe esenca e çdo gjëje që ekziston. Pitagora dhe ndjekësit e tij besonin se matematika është gjuha e universit dhe në këtë gjuhë monada ishte fjala e parë. Ajo përfaqësonte unitetin absolut, burimin hynor dhe principin themelor të rendit kozmik. Sipas kësaj tradite, numri 1 nuk ndahet, nuk shpërbëhet, ai është i pandashëm dhe i përjetshëm. Nga 1-shi lindin të gjithë numrat e tjerë, pra çdo shumë apo shumëzim është thjesht përsëritje e tij. 1-shi është i pranishëm në çdo numër tjetër, çka e bën atë qenien themelore në strukturën e gjithësisë. Pitagora e bazonte monadën me Zotin dhe inteligjencën hynore që krijon, mbikëqyr dhe ruan ekuilibrin. Në këtë mënyrë, 1-shi nuk është thjesht një numër, por një forcë krijuese, themel i ligjshmërisë dhe harmonisë universale. Në këtë filozofi, 2-shi, dyada përfaqëson dualitetin dhe ndarjen, ndërsa 3-shi sjell zhvillim, por vetëm 1-shi është origjina, boshti dhe piknisja e gjithçkaje. Në një nivel shpirtëror, monada është vetdia fillestare, burimi i mendimit dhe thelbi i vetvetes. Prandaj, për pitagorianët të njohësh monadën është njësoj sikur të njohje Zotin dhe veten. Ky respekt i thellë për numrin 1 u bë themeli shumë sistemeve të mëvonshme filozofike, mistike dhe matematikore. Në Egjiptin e lashtë, në mitologjinë egjiptiane, Ra, perëndia e diellit, ishte një ndër hynit më të nderuar dhe më të fuqishme. Ai konsiderohej burimi i jetës, i dritës dhe i rendit kozmik. Në këtë kontekst, numri 1 simbolizonte lindjen e dritës dhe fillimin e ekzistencës. Ai ishte i shenjtë sepse përfaqësonte çastin e parë të krijimit, atë çast kur drita e rast depërtonte në botë për të sjellë jetë dhe energji. Ra ishte shpesh i paraqitur si një disk diellor ose si një njeri me kokë skifteri dhe diskun diellor mbi kokë që udhëtonte në qiell me barkën e tij hynore. Ky udhëtim përshkruante rrotullimin e përjetshëm të jetës, por gjithmonë niste me Ran, me 1-shin. Në mënyrë simbolike dhe mistike, numri 1 në Egjiptin e lashtë ishte forca që ndriçon, që krijon dhe që nuk ka të dytë. Ai ishte sovran dhe i pakrahasueshëm, ashtu si vetë Ra. Në Kabala dhe mistikën hebraike, numri 1 në sistemin ezoterik të Kabalës është thelbësor dhe lidhet drejt për drejt me sefirën e parë, Keter, e cila përfaqëson vullnetin e pastër dhe të pashprehur të Zotit. Keter, do të thotë kuror, ndodhet në majën e pemës së jetës dhe konsiderohet si pika fillestare nga e cila rrjedh çdo realitet dhe dritë shpirtërore në botë. Kjo sefirë nuk është e kuptueshme plotësisht nga mendja njerëzore, sepse ajo është e padukshme, e pashprehshme dhe përfaqëson vetë burimin e krijimit.
Keter është koka hyjnore e cila nuk mendon si njeriu, por dëshiron, me atë dëshirë krijon gjithçka që ekziston. Në këtë kuptim, numri 1 është shpreha e vullnetit të Zotit që lind gjithësinë pa patur asgjë përpara tij. Në Kabala thuhet se drita hyjnore ka një rend zbutës nga më e larta tek e ulta dhe Keter është rrezja e parë e dritës së pafundme, burimi absolut, pafund e pa fillim. Kjo rrezë, ky njësh hyjnor është thelbi i unitetit, vendit ku shumësi i mëvonshëm është ende i bashkuar dhe i pacoptuar. Në aspektin simbolik dhe shpirtëror, numri 1 përfaqëson rëndësinë me vullnetin hyjnor, kërkimin për të kaluar përtej ndarjeve dhe për të arritur njësimin me burimin. Ai është fillimi dhe fundi i gjithçkaje, sepse në të përmbledhet e gjithë struktura e krijimit. Në fenë muslimane, numri 1 ka simbolikë të jashtëzakonshme të fuqishme, që lidhet drejt për drejt me besimin në një Zot të vetëm, Allahun. Ky është thelbi dhe parimi kryesor në Islam. Njësia e Zotit. Numri 1 përfaqëson besimin se nuk ka Zot tjetër veç Allahut, një koncept që qëndron në besimin islam. Gjithashtu dhe syra e parë Fatiha është një tjetër lidhje me numrin 1. Besimtarët musliman lutën drejt një drejtimi të vetëm që është Kabja në Mekë, që tregon unitetin dhe përqendrimin në një pikë. Islami promovon idenë e një umeti të vetëm, një komunitet i vetëm i besimtarëve të bashkuar në besim ndaj Zotit. Kuptimi dhe simbolika e numrit 1 në krishterrim. Zoti është një, ashtu si në judaizëm dhe islam, dhe në krishterrim besimi është monoteist. Ekziston një Zot. Bibla thot: Zoti Perëndia ynë është Zoti i vetëm. Mateo 12:29. Njësia në Trininë e Shenjtë. Edhe pse besimi në Trininë e Shenjtë përfshin Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, krishterimi thekson se këto tre persona janë një Zot i vetëm. Pra numri 1 përfaqëson unitetin dhe diversitetin hyjnor. Jezusi biri i vetëm. Jezusi quhet shpesh në Bibël si biri i vetëm i Perëndisë, që tregon unikalitetin dhe rëndësinë e tij si shpëtimtar. Një kish, një trup shpirtëror. Në letrën e Shën Palit thuhet: ka një trup të vetëm dhe një shpirt të vetëm, një Zot, një besim, një pagëzim. Efesianët 4:4-6. Kjo tregon unitetin e besimtarëve në një trup shpirtëror me Krishtin. Numri 1 simbolizon gjithashtu fillimin, ashtu si në librin e Zanafillës, ku Zoti krijon gjithçka nga asgjëja. Ai është i pari dhe fillimi i çdo gjëje. Kuptimi dhe simbolika e numrit 1 në gjuhën kineze. Fillimi i gjithçkaje. Në filozofinë daoiste, taoizëm, thuhet: Dao, rruga, lind 1, 1 lind 2, 2 lind të 3 dhe të 3 lindin gjithçka. Dao De Jing, kapitulli 42. Kjo frazë tregon se numri 1 është burimi fillestar i krijimit, nga ku rrjedh gjithçka tjetër, është thelbi i unitetit dhe ekzistencës. Numri 1 simbolizon njësinë, bashkimin dhe ekuilibrin fillestar. Është koncepti i një rrjedhje të qetë që nuk ka ndarje ose konflikt. Në mendësinë kineze, kur gjithçka është një, është në paqe. Në Yin dhe Yang, njëshi shpesh përfaqëson Yang, energjinë maskullore aktive qiellore. Ai përfaqëson veprimin, drejtimin, dritën dhe fillimin. Në jetën e përditshme, numri 1 është shumë pozitiv. Përfaqëson të qenit më i miri, fituesi, i pari në rang. Është një numër që shumë njerëz në Kinë e konsiderojnë fatlum, sidomos në shkollë, në biznes apo në garë. Vetë shkrimi i numrit 1 në gjuhën kineze është një vije drejtë horizontale, shumë e thjeshtë që përfaqëson drejtësi, thjeshtësi dhe drejtim të qartë. Është baza mbi të cilën ndërtohen numrat e tjerë. Numri 1 në kulturën kineze simbolizon fillim, unitet, forcë, drejtim, sukses. Ai përfaqëson themelin e jetës dhe të krijimit, një energji të pastër dhe origjinale që mban botën në ekuilibër. Për kinezët, njëshi nuk është thjesht një numër, por një shenjë e fuqisë dhe harmonisë kozmike. Roli i numrit 1 në numerologji dhe simbolik. Në numerologji, numri 1 është themeli i të gjithë numrave të tjerë. Ai është si një far që ndriçon drejtimin për të tjerat dhe përfaqëson forcën e pastër të manifestimit.
Ky numër lidhet me energjinë mashkullore, me diellin dhe me fuqinë krijuese, me vetdijen personale. Kur dikush është i lidhur me këtë numër, si në datëlindje apo numër jete, ai shpeshherë tregon cilësi si udhëheqje e lindur, vetbesim dhe pavarësi, ambicie për të krijuar dhe për të ndikuar, aftësi për të marrë iniciativën. Numri 1 është simboli i fillimit të ri. Në një cikël jetësor, ai është gjithmonë pika ku nis gjithçka, ideja e parë, frymëzimi i parë, vendimi i parë që ndryshon gjithçka. Kjo është arsyeja pse ai ka një energji të fortë, krijuese dhe transformuese. Në simbolik, ai është një vijë vertikale që qëndron drejt e palëkundur, sikur të lidhej midis qiellit dhe tokës. Ai është shtylla kurrizore e realitetit dhe shpirtit njerëzor. Është përfaqësues i unitetit hyjnor në shumë tradita, një Zot, një fuqi, një fillim. Numri 1 gjithashtu është një kujtesë për individualitetin. Ai na fton të njohim vlerën tonë, të kemi besim në udhën që na është dhënë dhe kur ajo duket e vetmuar, sepse numri 1 nuk ka nevojë për mbështetje, ai është vetë forca. Në astrologji dhe simbolikën universale, ai simbolizon liderin që nuk ka frikë të shkel atje ku askush nuk ka guxuar. Nëse ti e shikon numrin 1 kudo, si në orë 11:11, në bileta ose në rrugët e jetës, mbase është një thirrje nga universi. Besoj vetes, nise tani. Si ndikon numri 1 në personalitetin dhe fatin e individëve? Numri 1 është më shumë se sa një shifër. Ai është energjia e fillimit, shpirti i pionierit, zëri i brendshëm që thot unë mundem edhe kur gjithçka tjetër hesht. Kur një person ndikohet nga numri 1, qoftë në ditëlindje, në numrin e fatit apo ciklet jetësore, ai mbart me vete cilësi unike të forta dhe shpesh të pavarura. Në personalitet, individët e ndikuar nga numri 1 shpesh janë të vendosur, nuk presin që të tjerët të ndërmarrin hapin e parë. Janë krijues dhe origjinal, nuk ndjekin turma por shkelin në rrugë të reja. Janë lider natyral, jo domosdoshmërisht sepse duan të udhëheqin, por sepse të tjerët i ndjekin natyrshëm. Janë vetbesues, e dinë vlerën e tyre dhe shpesh ndihen të thirrur për të bërë diçka të madhe. Janë të vetmuar në dukje por të pasur shpirtërisht, sepse rruga e liderit është e vetme por plot qëllim. Në fat, numri 1 sjell me vete mundësi të reja, shpeshherë të papritura që kërkojnë gëzim për t'i ndjekur. Sfidat e pavarësisë, këta njerëz mësojnë që herët të mos varen nga të tjerët. Thirrje për të krijuar vetë rrugën e tyre. Ata nuk janë të destinuar të ecin në gjurmët e të tjerëve. Fati lidhur me iniciativën, sa më shumë të veprojnë, aq më shumë u hapen dyert. Ata që kanë numrin 1 si numër jete shpesh përballen me teste të vullnetit, situata që kërkojnë vendime të forta, momente ku është e lehtë të dorëzohesh, por më e drejtë të vazhdosh. Mesazhi i numrit 1. Numri 1 u flet atyre që janë thirrur për të nisur diçka. Ai kujton individit se nuk ka nevojë të pres leje për të jetuar të vërtetën e tij. Ky numër është thjesht një udhërrëfyes shpirtëror që thotë: ti je fillimi, ti je zgjimi, ti je forca që çel çdo derë. Edhe në traditën popullore shqiptare, numri 1 ka një simbol të veçantë që lidhet me vlerësimin, përparësinë dhe veçantinë. Kuptimi i numrit 1 në traditën dhe frazeologjinë popullore. O1 është lavdërim dhe përgëzim. Kjo është një shprehje shumë e njohur në shqip që përdoret për të vlerësuar dikë si më i miri në atë që bën, i veçantë, i pakrahasueshëm, një udhëheqës ose dikush që i prin të tjerëve. Për shembull, ti je njësht në muzikë, do të thotë që ti je më i miri në muzikë. Gjithmonë numri 1 është parë si simbol i të përzgjedhurit. Në shumë rrëfime popullore, heroi i vërtet është shpesh i pari që ngrihet, që vepron, që zgjidhet për një mision të madh. Kjo e bën numrin 1 simbol të pionierit, guximtarit dhe të zgjedhurit. Në të kaluar në fshatra thuhej, i kam të gjitha njësh, që do të thotë të rregullta në vendin e vet. Ai është njësh me të atin, që do të thotë që janë shumë të ngjashëm. Në traditën popullore, numri 1 përfaqëson të veçantin, të mirin, të parin dhe atë që qëndron mbi të tjerët me merit. Shpreha O1 nuk është thjesht një lavdërim, por një njohje e vërtetë e vlerës së dikujt në zemrat e njerëzve.
Numri 1 nuk është thjesht një shifër, ai është një udhërrëfyes, një simbol i lindjes së diçkaje të re, një force të vetme, por e mjaftueshme për të nisur një rrugtim të madh. Në çdo kulturë, fe, traditë, ai mban një peshë të thellë, qoftë si shenjë e Zotit, e unitetit, e udhëheqjes apo e shpirtit të pavarur. Në fund të ditës, numri 1 na kujton se çdo fillim nis me një hap, çdo histori nis me një njeri dhe çdo ndryshim nis me një vendim. Pra, mos e nënvlerëso kurrë fuqinë e njëshit, sepse ndonjëherë mjafton vetëm një për të ndryshuar gjithçka. Nëse të pëlqeu kjo video, mos harro të lësh një like, të abonohesh në kanalin ton, si dhe mund t'i bësh share kësaj video. Nëse do të komentoje diçka mbi numrin 1 dhe fuqinë e tij, do të ishim kurioz të lexonim mendimin tuaj. Ju falenderoj për kohën tuaj dhe do të takohemi në video të tjera interesante.